Zoran Mamdani betohet si kryebashkiak I New Yorkut në një stacion historik metroje. Zoran Mamdani u betua si kryebashkiak I New Yorkut pas mesnatës së së njëjtës duke marrë detyrën në një ceremoni simbolike të zhvilluar në një stacion historik metroje të aktivizuar në Manhattan. Mamdani demokrat u betua si kryebashkiaku I parë musliman I qytetit më të madh të Shtetet Bashkuara, duke vendosur dorën mbi Kur'an gjatë betimit. Ceremonia private u mbajt në stacionin e vjetër Old City Hall Subway Station, një nga ndalesat origjinale të metros së qytetit, e njohur për harqet e saj madhështore. Ky është vërtet nderi dhe privilegji I jetësime, tha Mamdani në fjalën e tij të shkurtër pas betimit, I cili u administrua nga prokuroria e përgjithshme e New Yorkut Letitia Jones, aleate politike e tij. Në komentet e para si kryebashkiak, Mamdani theksoi rëndësinë e transportit publik për vitalitetin dhe trashëgiminë e qytetit, ndërsa njoftoi emërimin e komisionerit të ri të Departamentit të Transportit, Mike Flynn. Faleminderit të gjithëve, shihemi më vonë ai në një buzëqeshje përpara se të ngjitet drejt shkallëve të daljes. Më vonë gjatë ditës, Mamdani u betua sërish në një ceremoni publike më të gjerë në bashkinë e qytetit, ku betimi u administrua nga senatori amerikan Bernie Sanders, një nga figurat politike që ai konsideron si frymëzim. Pas ceremonisë, është planifikuar një festë publike në Broadway në segmentin e njohur si Canyon of Heroes. Në moshën 34 vjeçare, Mamdani bëhet kryebashkiaku më I ri I New Yorkut në preza, si I pari me prejardhje nga Azia Jugore, I lindur në Afrika, I lindi në Kampala të Ugandës, djali I regjizores Myra Neer dhe akademikut Mahmoud Mamdani. Familja u shpërngul në New York kur ai ishte 7 vjeç, ndërsa Mamdani u bështet as amerikan në vitin 2018. Fushata e tij u fokusua tepër ballueshmëria e jetesës në një nga qytetet më të shtrenjta në botë. Si demokrat socialist, ai premtoi politika transformuese si qerdhe falas, autobus falas, ngrirje qiraje për rreth 1 milion familje dhe një projekt pilot për dyqane ushqimore të menaxhuara nga bashkia. Krahas këtyre, ai do të përballet me sfidat e përditshme të qeverisjes urbane, që nga mbeturinat e borë tek vonesat e metros dhe gropat në rrugë. Në betimin e mesnatës, Zoran Mamdani nisi një nga detyrat më të vështira dhe më të vëzhguara në politikën amerikane.